Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar një ditë të mbar, kudo që t'jeni, kudo që të na ndiqni. Sot në studio kam të ftuar zonjën Majlinda Laçaj, drejtore e drejtorisë së trashëgimisë kulturore. Në ditën kulmore të javës europiane të trashëgimisë kulturore. Mirëmëngjes zonja Majlinda, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes dhe mirë si u gjeta. Kënaqësi të jemi si jush. Në fakt, këtë doja ta thoja unë që në fillim, sepse sa herë komunikojmë së bashku dhe vini jo rrallë në studio, përkundrazi, sepse aktivitetet, treguesit, çdo gjë që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe rreth saj, mundohemi që të pasqyrojmë, por edhe aktivitetet nuk kanë qenë të pakta. Me gjithë periudhën e pandemisë, e cila në një farë mënyrë duhet të pranojmë që ka stopuar paksa. Është vërtet. Shumë gjë. Kur punën e bën me dashuri ndjen dhe kënaqësi, merr edhe kënaqësi, kështu që prandaj edhe ne marrim kënaqësi sa herë që punojmë për vimën në studiot tuaja. Kështu që është kënaqësi gjithmonë të jemi prezent në emisionet tuaja dhe ju falenderoj përsëri. Faleminderit. Por të flasësh për trashëgiminë kulturore dhe për Shkodrën dhe zonat përreth, besoj që gjithmonë është kënaqësi. Ki material mjaftueshëm, absolutisht, është e vërtetë se Shkodra është shumë e pasur në çdo skaj, në çdo cep, në çdo segment të jetës po ta marrish, ka pasuri dhe ke çfarë merr dhe ke çfarë të japësh, por ke merr kënaqësi në çdo sekond. Kështu që krahas gjithmonë se kush punon ka edhe probleme, ka edhe sfida, por kënaqësia nuk mungon, e sidomos në një javë ku sintetizohen në një farë mënyre veprimtaritë që I drejtohen vlerave. Sot është dita kulmore e trashëgimisë kulturore e kësaj jave europiane, e cila konkretizohet me një veprimtari shumë interesante, apo jo? Në fakt, ditët europiane të trashëgimisë këtë vit filluan që me datë 23 dhe normalisht ashtu si çdo vit edhe Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Shkodër, tashmë jemi me emërtim të ri që nga janari 2020-s, ka ndërmarrë një sër aktivitetesh në kuadër të këtyre ditëve, ditët europiane të trashëgimisë, e cila është një iniciativë e hershme për hir të vërtetës nga shumë shtete, pra aktualisht sot në ditë e sotme, pra dita e trashëgimisë kulturore, festohet apo përkujtohet dhe zhvillon aktivitete të ndryshme në 50 shtete të botës. Kështu që është një fokus I rëndësishëm për sa I përket qoftë edhe transmetimit të vlerave, por edhe të zhvillimit ekonomik të vendit. Tashmë trashëgimia kulturore apo e gjithë trashëgimia në tërësinë e saj është një motor zhvillimi I rëndësishëm për shtetet. Kështu që ne, siç e thash edhe më parë, kemi organizuar disa aktivitete, qoftë në sistemin online, sepse edhe pandemia që përmendet në fillim na ka kushtëzuar në disa veprimtari që ne kemi organizuar realisht edhe vitet e tjera, por nuk na ka stopuar dhe nuk na ka ndalur asnjëherë që ne të vazhdojmë dhe të promovojmë vlerat që kemi. Në fakt, sot ne kemi ardhur me një aktivitet ndryshe ndaj herët e tjera, sepse ishte një dëshirë ka hershme në fakt, por ndoshta tani erdhi momenti. Ne vim me një ekspozitë disi të veçantë, qoftë edhe si kujtim, për kujtim I personave të cilët kanë punuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre në një situacion prej viteve. Ne vim me një ekspozitë hartimi projektesh nga vitet 70 deri në 90-ën. Është një kolan e gjerë, është mjaft interesante, nuk do të zbuloj shumë detaje. Interesante, po si lindi kjo ide, sepse kur themi trashëgimi kulturore, gjithmonë mendojmë shekujt, vitet, ecurinë e tyre, legjenda, ndoshta rreth veshjeve, etnografisë, muzikës, traditave në zeje, traditave materiale që shprehen objekte materiale, ndërsa kjo është një ekspozitë e veçantë që I drejtohet punës rreth 40 e ca vjet, 50 vjet më përpara. Interesante. Në fakt, ishte një ditë
rutinë e përditshme me organizimin e punës dhe po punomi me arkivat e institucionit. Dhe nga hulumtimet që ne bëm, mu më ka pysyri disa letra kalk. Dhe i pash, kur e ishtja i pash, ishin disa skica, disa planimetri, por të gjitha të realizuara me dorë, në mënyrë mjeshtërore, të jashtëzakonshme, pa asnjë defekt, sikur të ishin realizuar në ditët e sotme me kompjutera, siç janë sistemi AutoCAD, programi AutoCAD, që sot inxhinierët dhe arkitektët kanë shumë lehtësi në operimin e hartimit të projekteve. Dhe nga kjo mendova pse ne mos të bëjmë një ekspozitë të tillë, sepse janë dokumente dhe janë materiale të cilat flasin shumë, shpalosin shumë, por ka dhe shumë djerë dhe kontribut në atë material. Kështu që menduam që t'i sjellim pikërisht sot në ekspozitën që do hapim tek banesa Pashkovasa në orën 11. Besoj çdo gjë lidhet me emra, me punë, me tjerës, me një vizion urban që ndryshon nga e sotmja, por që ka karakteristika, që ka mbetur, që është trashëguar, që ka themele, gjë që e bëjnë të kenë vlerat e veta. Absolutisht, absolutisht. Thashë edhe njerë, janë materiale të jashtëzakonshme, qoftë tashmë pse jo të futen edhe në fondin e trashëgimisë, sepse ato janë trashëgimi në vetvete, por janë edhe materiale të cilat ne na bëjnë të mendojmë se sa shumë na është lehtësuar jeta, edhe nga teknologjia. Sa në një farë mënyrë na vën edhe para përgjegjësisë që ne të punojmë edhe më shumë, t'japim edhe më shumë, sepse sot i kemi të gjitha mundësitë. Për qënë, pra, ne shohim nga e shkuara, por duhet të dim, pra nga e shkuar duhet të dim se ku ne do shkojmë. Besoj se krahas interesit publik, është një interes i shtuar për autorët dhe aktorët e këtyre projekteve. Sepse në to ka mbase shumë kujtime, zëra që vinë nga një shkuar jo shumë e lashtë, jo shumë e largët, që jeton akoma. Nuk e di si keni pasur mundësit për të komunikuar me këto njerëz që janë autor të këtyre projekteve dhe i kanë realizuar ato. Në fakt me disa kemi komunikim të vazhdueshëm, jo të shpesht, por me një pjesë tjetër jo, sepse jetojnë edhe larg, nuk jetojnë në Shkodër. Normalisht edhe pandemia dhe kujdesi i shtuar, sepse tashmë ato janë të gjithë në një moshë jo krejt të re. Jo krejt të re. Dhe kemi një detyrim tjetër për kujdesje ndaj edhe shëndetit të tyre, që të mos t'i ekspozojmë kundrejt rrezikut për vetë kushtet cilat ne jetojmë. Besoj se shpalosja sot e këtyre materialeve është një mini vlerësim për gjitha të kontribut që ata kanë dënë në ndër vite. Vinë familjarët, fëmijët, trashëgimtarët, është një krenari e punës. Është një krenari dhe përveç kësaj ne nuk do ta mbyllim këtu këtë ekspozitë sot, sepse ajo do të jetë një ekspozitë lëvizëse nëpër disa institucione, të cilat gjëras në t'i falenderoj sepse janë shprehur të gatshme që t'i hapin dyert kësaj ekspozite dhe t'i lënë të hapura në ambientet e tyre, kështu që nuk do jetë vetëm sot mundësia për t'i par këto punë të jashtëzakonshme, do them, sepse është një punë kolosale e detajuar. Jashtëzakonisht interesante. Ndërkohë, vendi që keni zgjedhur për të ekspozuar këto dokumente shumë interesante është shtëpia e Pashkovasës, një objekt i aksesueshëm vazhdimisht. Dhe ndoshta një nga ato cilësitë e punës suaj është pikërisht komunikimi drejt për drejt me vendin, objektin, ambientin, për t'i bërë këto objekte të trashëgimisë kulturore gjithmonë të vizitueshme, apo jo? Absolutisht. Tematika e këtij viti për Ditët Europiane të Trashëgimisë është trashëgimia dhe edukimi të mësosh për jetën. Dhe ne kemi një farë detyrimit dhe kemi menduar që të bëjmë një gërshëtim, jo vetëm të punës, sepse që ato monumente të rrinë në këmbë, duhet një projekt, duhet një mirëmbajtje, dhe kemi menduar që t'i ndërthurim punën
në letër me punën në terren, siç është edhe monumenti. Është një banesë, realisht ne menduam që ta bënim një ambient më të hapur, ku të kishte më shumë akses ndoshta edhe nga njerëzit, por kushtet atmosferike sot nuk na bën të mundur këtë. Dhe absolutisht ajo është një banesë që ka shumë vlera, aty janë qelluar shumë aktivitete kulturore dhe artistike. Dhe unë gjej rastin ta falenderoj dhe personalisht të zonjën e banesës, e cila na i hap dyert sa herë që ne i trokasim, pavarësisht se ka patur të mbështetjen tonë të vazhdueshme. Respekt. Kjo është trashëgimi, kjo është kulturë, kjo është Shkodra. Pikërisht. Në fakt, duke qëndruar tek kjo javë, ky është një ndër veprimtaritë që kulmon. Po, absolutisht. Kjo është veprimtaria. Por jo e vetmja. Si që thash edhe më parë, ne kemi zhvilluar aktivitete gjatë javës, duke lançuar, duke promovuar qoftë banesat që janë me status monument kulture, kemi risjell në faqen tonë të Facebookut të institucionit edhe një nisëm të re të promovimit të këngëve qytetare shkodrane, jo të mëvesishme si këngë, por të historikut të krijimit të këtyre këngëve. Kush ka qëndruar pas krijimit të këtyre perlave, çfarë ndjesish kanë përjetuar ata kompozitor apo tekst shkrues të këngëve në realizimin e perlave, dhe ndër gjitha çfarë unë kam parë, ajo që më ka prekur, më ka bërë edhe të mendoj, edhe të përjetoj kohën dhe të bëhem njësh me tekst shkruesin, për mua paska ken kismet. Është një ndër këngët më të bukura, Palo Kurti, është një ndër këngët më të bukura, më të dhimbshme, mendoj unë, dhe menduam që edhe për publikun e gjerë t'i bëjmë të njohura, dikush dhe mund t'i njohin, dhe jam e bindur për këtë, por jo të gjithë mund t'i njohin historikun e realizimit të këtyre këngëve, dhe menduam që t'i paraqesim dhe t'i bëjmë të njohur për një publik sa më të gjerë. Sepse ja vlen. Absolutisht. Mendoni se përveç që ju e keni hedhur tashmë në tregun tuaj, jo vetëm këtë këngë, keni hedhur edhe kaçurrelat, do vazhdoni. Janë vime edhe këngë të tjera, po që do vinë. Besoj se ka pasur shumë interes për t'i njohur, për të komunikuar me këto vlera. Ka pasur shumë interes, kam patur shumë telefonata falenderuese, edhe si të ka shku mendja. Por kjo është puna jonë, që të nxjerrim në pah vlerat, të nxjerrim në pah ato gjëra që të vërtet Shkodra i ka, dhe ka çfarë transmeton, ka çfarë jep, dhe e kemi detyrim, duhet ta bëjmë patjetër. Është një aktivitet tjetër që më ka tërhequr shumë për bukurinë, për transmetimin e vlerave, për hijeshin, siç është aktiviteti për Xhubleta. Xhubleta është një ëndër. Është një punë që realisht ja kanë vënë si detyrim vetes, që të bajt, punoj për të dhe të ve nosha një gur të vogël në murin e madh, po të ve një gur të vogël inicius për vlerësimin e kësaj mrekullie që ne kemi. Realisht Ministria e Kulturës po është në hartimin e dosjes për ta dërguar në UNESCO dhe për ta vënë në mbrojtjen e UNESCO, jo vetëm Xhubletën, por edhe shumë elemente tjerë të trashëgimisë tonë kulturore. Për mua Xhubleta flet në çdo fije të saj, lëshon tinguj, lëshon jehona, është jashtëzakonshme, dhe në qasjen time ajo ende gjuha e saj nuk është zbulu, sepse ajo flet shumë, ajo tregon shumë për lashtësinë e saj, për bukurinë e saj, ajo transmeton forcë, transmeton dinjitet, transmeton vlera, gjithçka tjetër. Në fakt ka një aktivitet ku kanë marrë pjesë shumë figurat njohura, jo vetëm qytetit, por edhe kombëtar, ndër gjithë ato do të përmendi të mirënjohunën Afrodita Onuzin, profesoreshën etnografe e njohur, e cila nuk e harroj kurrë shprehjen e saj kur unë i bëra telefonatën për t'i bërë ftesën, për të marrë pjesë në aktivitet. Unë edhe vdekur nga varri do ngrihem dhe do vi të flas për Xhubletën. Ishte e jashtëzakonshme.
Majlind, sa jeton Xhubleta? Qoftë si veshje, qoftë si ripërtritje e punimit. Po, në fakt, një ndër detyrat kryesore tonat, por edhe të komunitetit apo të zonave ku është realizuar Xhubleta, është atë mos humbas. Mos humbas dijebërja asaj sepse është shumë e rëndësishme. Sot ka dalë ka në treg janë variante dhe janë më tepër komerciale se sa artizanale. Unë e kuptoj shumë mirë këtë se është një pjesë e cila është futur në çdo dimension të jetës dhe është e pa mohueshme, por realisht jemi në fazë shpëtimit dhe Ministria e Kulturës, sektori trashëgimisë materiale, shumë shpejt do filloj me inventarizimin e gjithë trashëgimisë jo materiale. Nëse deri tani është bërë inventarizimi i trashëgimisë materiale, tashmë do filloj me inventarizimin e trashëgimisë jo materiale, ku fokus kryesor do të ketë edhe Xhubleta. Ka shumë pak persona të cilët të realizojnë në mënyrë artizanale bërjen e Xhubletës, por është një person, është një në Malësi të Madhe, e cila ka marrë një fond nga Ministria e Kulturës për realizimin e Xhubletës, ndoshta edhe për hapjen e kurseve, për mënyrën se si duhet të realizohet Xhubleta, por kjo mbetet në të ardhmen. Edhe me të ftuarat më të hershme të mia përgjatë gjithë ecurisë së programit tim, kam hasur zonja të cilët realizojnë veshje popullore, jo vetëm Xhubleta, por edhe veshje të tjera, që veshin shkodrane, zadrimore, të Anës Malit, të tjerë. Ju thatë, sepse ajo është këto janë veshje të gjitha që kërkohen. Absolutisht. Jo vetëm për foto, po për aktivitete të ndryshme, për gëzime, për shqiptarët kudo jashtë i kërkojnë, por nuk janë origjinale. Të realizosh me origjinalitet, me materialet, me ngjyrat, me punimet, me modelet, është një histori e madhe. Është një punë e jashtëzakonshme dhe do shumë kohë. Realizimi i një veshje Xhublet shkon nga 6 muaj deri në 1 vit. Afërsisht ku do të angazhohet e gjithë familja. Në fakt, për fatin tonë të keq do themi, vetëm nënat apo gjyshet kanë pasur dijenin që të realizojnë apo të bëjnë Xhubletën. Dhe shumë pak është trashëguar, qoftë ndoshta për zhvillimet dhe ritmet e shpejta që mori ndryshimet e jashtëzakonshme. Nuk përdoret qoftë ndoshta edhe për të zakonshme, absolutisht. Qoftë ndoshta edhe për lehtësimet e jetës që erdhën qoftë nga teknologjia, tashmë edhe dimrat sikur janë pak më të zbutur, nuk është edhe nevoja, sepse Xhubleta përveç se ka qenë një veshje kombëtare, një zonë të caktuar, ajo ka pasur disa funksione të tjera, ka mbrojtur gruan nga shumë ndoshta edhe rreziqe, nga i ftofti, pra nga shumë e të tjerë. Kështu që ka element dhe shoqëror që i kemi aktualisht, të cilët e realizojnë Xhubletën pavarësisht se i kemi me pikatore, por fokusi ynë është që këtë dije ne ta transmetojmë tek breza dhe rrjedhimisht, gradualisht, avash avash, të fuqizohen edhe më shumë dhe të kenë interes pastaj edhe brezi i ri normalisht. Qëndrojmë këtu sepse është shumë e rëndësishme. Pikërisht trashëgimia kulturore nëse nuk transmetohet mbetet atje. Absolutisht. Dhe kjo besoj është një punë e vazhdueshme e juaja. Vërtet java europiane e trashëgimisë kulturore është një javë e mbushur me aktivitete. Por jo vetëm. Është vërtet. Sepse përndryshe s'do kishte kuptim, s'do kishte interes. Ky është Ditët Europiane të Trashëgimit, është kulmi i gjithë punës që ne bëjmë në vazhdimsi. Është si puna e ritualit të dasmës, po marrim një rit gëzimi që do një periudhë të gjatë kohore për të përgatitur dhe kulmon me ditën kryesore. Pak a shumë të njëjtën rutinë pune bëjmë edhe ne. Absolutisht, këto janë ditë të cilat njerëzit mund të sensibilizohen, më shumë është një ditë kujtese më tepër, është një ditë fokusi, por ama puna vazhdon absolutisht në mënyrë periodike
të rrjedhshme, që të promovojmë, që të sensibilizojmë dhe që të sjellim në vëmendjen e njerëzve rëndësinë e pasurive kulturore që ne kemi, që të dimë se t'i ruajmë, sa rëndësishme është që ne përveç mirëmbajtjes, por të dimë edhe një farë mënyre t'i promovojmë, por edhe t'i japim që të marrim nga sepse në fund të fundit nëse ne nuk arrim që një objekt apo një trashëgimi kulturore të përfitoj të ardhur apo të mbaj veten, atëherë kjo është sfida jonë kryesore. Që të realizojmë këtë qasje që trashëgimia kulturore të arrijë që të mbaj vetveten e saj, sepse sado fonde që të kesh, sado buxhet që qeveria, çdo lloj qeverie të lërë posaçërisht për trashëgimi kulturor, është e pamundur që të realizohet dhe të mirëmbahet e gjithë ky fond, qoftë i trashëgimisë materiale dhe qoftë i trashëgimisë jo materiale. Në krye të herës ne përmendëm që është një fond shumë i pasur. Po. Dhe ju her pas here shoh që vëmendjen e keni në mirëmbajtjen, restaurimin e shtëpive karakteristike, të Shkodrës, por jo vetëm, të objekteve arkeologjike të Shkodrës, por jo vetëm, të realizimit të disa veprimtarive që lidhen me transmetimin e trashëgimisë, qoftë edhe me nxënësit e shkollave. Gjithë kjo është vetëm pak nga i vështrimi shumë i gjerë që përmban kjo zonë. Në fakt, ashtu siç ne kemi diskutuar edhe herë të tjera takimet tona të mëparshme, trashëgimia kulturore qoftë materiale jo materiale në zonën tonë ka një potencial të jashtëzakonshëm, është masive. Normalisht ne si institucion mbulojmë tashmë 3 qarqe, dhe çdo qark ka veçanësitë e veta për sa i përket trashëgimisë kulturore, por normalisht dhe puna jo në terren është në konservimin, konsolidimin, mirëmbajtjen, restaurimin, por është edhe diçka tjetër, evidentimi i vlerave të reja, sepse trashëgimia kulturore shqiptare, jo vetëm e zonës tonë, është e pazbuluar ende 100%. Pra, ne jemi në punë të vazhdueshme të evidentimit të vlerave të reja. Në fakt, nëse ka dhe interes, ne kemi disa objekte të cilat mendojmë që vetëm këtë vit janë 6 prej tyre, t'i propozojmë Ministrisë së Kulturës për t'i shpallur monumente kulture. Ndërto, mund të përmendi vendbanimi i Belajve, të cilën ne jemi në hartim dokumentacionit, është vendbanimi i Spanit apo kalaja e Spanit në zonën e Togagjinit në Pul, që është një vlerë e jashtëzakonshme, e cila do shumë punë hulumtuese për të nxjerrë në pa, jo vetëm çka ka mbi tokë apo nën toka kryesisht, që normalisht fjala ju mbetet profesionistëve. Kemi edhe disa objekte të tjera, tashmë vendbanimi i Spanit i është dërguar dokumentacioni Ministrisë dhe është në shqyrtim për të shpallur monument kulturet. Dhe shumë objekte të tjera. Absolutisht, trashëgimia kulturore nuk mbaron vetëm me evidentimin apo me mirëmbajtjen. Ne jemi në një vit jo të zakonshëm. Jo vetëm Shqipëria, ndoshta e gjithë globi, por unë do të përmend edhe faktin që ne filluam që me tërmetin e nëntorit të vitit të kaluar dhe vazhdojmë tani me pandemin, e cila një farë forme të kushtëzon daljen në terren, të kushtëzon që të jesh ndoshta në fokus dhe në vëmendje 100% të punës së përditshme, por pavarësisht tyre nuk jemi ndalur në asnjë moment, sepse kemi edhe rastin e mirë ndoshta që edhe vetë komuniteti është bashkëpunues. Nëse ka diçka që ato kanë në zorën e tyre objekte trashëgimisë kulturore, ka diçka që nuk shkon, shikojnë një problematik, njoftojnë, dhe për këtë unë jam shumë falënderuese, sepse nuk mund të jemi 100% në çdo për hir të vërtetës në çdo ambient. Kështu që kjo është e mira, është një vlerë tjetër e popullit tonë, komunikimi dhe bashkëpunimi reciprok në të mirë të komunitetit apo në të mirë të vlerave tona. Unë besoj se kjo është një vlerë e shtuar e trashëgimisë, nëse mirë kuptohet nga
komuniteti, nëse nuk dëmtohen. Ju përmendet Belen, përmendet Dugagjinin, janë objekte të cilat duhet të nxirren nga vitet, natyrisht nuk duhet të dëmtohen, nuk duhet të merren materialet, gurët, etj. Që mund të jenë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse këto vlera jo vetëm edukojnë, por edhe frymëzojnë. Besoj se edhe komuniteti tashmë është sensibilizuar për rëndësinë e trashëgimisë kulturore, për rëndësinë e pasurive që ata posedojnë në zonat e tyre. Kështu që në këtë kuadër besoj që edhe edukimi nëpërmjet kulturës që Ministria e Kulturës ka lançuar si program këtu e 6 vite më përpara, besoj se ka ndikuar dhe ka prekur. Unë vërej diçka që mjafton që ne të sinjalizojmë dhe absolutisht komuniteti bashkëpunon. Këtë ne e kemi parë, nuk është në 100% të rasteve, absolutisht, por në shumicën dërmuese të rasteve ne kemi gjetur mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e banorëve të zonës afër këtyre objekteve të trashëgimisë. Ka dhe indiferent që nuk Kjo është beteja e përditshme. Natyrisht me një staf i cili punon në sektor të ndryshëm, sepse të tillë janë sektorët e shumë të trashëgimisë kulturore. Natyrisht në këtë ditë është e rëndësishme që ti përshëndesim të gjithë, sepse është një punë e përbashkët që rrezaton në një sfond shumë të gjerë këto vlera dhe që janë identiteti ynë, pa të cilën nuk mund të kemi rrënjë, pa të cilën nuk mund të mbështetemi dhe të ndërtojmë të tjera. Absolutisht. Realisht është shumë e vërtet. Çdo punojës, jo vetëm në institucionet e trashëgimisë, por në çdo sektor të administratës publike, çdo punonjës është ai guri që mban murin. Nëse është përgjegjësi e madhe. Nëse një gur është trembër apo nuk është në pozicionin ku duhet, nuk realizohet puna ashtu siç duhet, normalisht që dhe muri do shembet. Kështu që kemi për të mbajtur mure të forta të gjithë. Realisht është shumë e vërtetë, sepse është një sfidë e përditshme. Normalisht që çdo ditë dalin edhe gjëra të reja, absolutisht dalin edhe sfida të reja. Por predispozita jonë është që ne të jemi koherent, të përgjigjemi situatave, të punojmë në situata risku që kanë qenë jo të pakta, por ja kemi dalë me një staf i cili është i predispozuar, i përgjegjshëm dhe ndërgjegjshëm për punën që bën dhe për rëndësinë e punës që bën, absolutisht gjithçka realizohet edhe puna ecën jashtëzakonisht mirë. Në këtë ditë kulmore të punës suaj, por jo vetëm tuaj, sepse ju jeni ato që i administroni, i lançoni, i ekspozoni, i sensibilizoni. Dua nëpërmjet kësaj studioje, jo thjesht ju përshëndes, ju përgëzoj për gjithë këtë sensibilitet që keni, ju dhe stafin tuaj të punës, duke e quajtur si një fest të trashëgimisë kulturore dhe duke e thelluar këtë përshëndetje me të gjithë ata që është një numër i madh njerëzish i pafund që i kanë krijuar me mund, me pasion, me dëshirë, me përkushtim, me një dashuri shumë të madhe, përndryshe këto vlera do të humbisnin. Është shumë e vërtetë. Në fakt, siç u shpreha edhe më parë, është shumë e rëndësishme që gjithë secili prej nesh të realizojë dhe të bëjë atë punë jo vetëm që i takon, por ndoshta të ri, sepse sot mënyrat e edukimit apo qasjet kanë evoluar çdo gjë. Edhe mënyra se si ne sot duhet të sillemi me fëmijët ka ndryshuar. Edhe puna se si ne duhet të shikojmë punën tonë ka ndryshuar, nuk është pra asgjë si përpara. Por ama ne kemi një detyrë dhe përgjegjësi nëse ne këtë punë na kanë sjellë në këtë formë deri tani, është detyra jonë që ta përmirësojmë dhe ta lëmë edhe më mirë në dorën e trashëgimtarëve apo personave të cilët do të jenë të dedikuar nesër të punojnë, qoftë në situacione trashëgimisë, por në gjitha sektorët e tjerë. Kështu që unë jam falënderuese brezave paraardhës absolutisht. Të gjithë atyre që punojnë sot dhe janë afërsisht një ushtri, të cilët rakordojnë dhe punojnë fort njëri me tjetrin, por
është përveç se falënderim, por një detyrë që ne të dimë ta transmetojmë, dhe të dimë ta japim, dhe të dimë që ta bëjmë sa më interesante ndoshta edhe për brezin e ri, sepse jeta vazhdon dhe Shqipëria ashtu siç ka ditur që të sjell, do të di dhe të transmetoj në vazhdimsi, për mos thënë në shekuj të shekujve, kështu që Shqipëria do të jetë në shekuj. Absolutisht. Aq sa ne kemi kënaqësi për punën, por kemi edhe detyrime për atë se çfarë ne realizojmë, kështu që dita e sotme përveç punëve të promovimit është edhe si një këmbane e cila bie për detyrimet për na lënë zgjuar. Melind, ju falenderoj shumë për bisedën interesante, për shpalosjen e këtyre vlerave të cilat janë të shumta dhe nuk mund të jenë shtërruese asnjëherë një bisedë. Është vërtet. Por ju falenderoj dhe ju uroj që kjo ditë dhe të gjitha ditët të jenë gjithmonë me tregues të bukur në ndihmë të trashëgimisë dhe të kulturës sonë. Ju uroj që ekspozita e sotme, e cila hapet në ambientet e shtëpisë Pashkovasa, të jetë me shumë interes dhe të ngjallë vërtet jo thjesht kujtime, por respektin për një punë dhe për përkushtimin e njerëzve që krijuan këto ndërtime dhe këto projekte, e në vazhdimsi gjithmonë kreativitet në realizimin e aktiviteteve të tilla të bukura. Faleminderit shumë. Gjej rastin që edhe t'i ftoj të gjithë dëgjuesit që kanë dëshirë, pavarësisht se ne do ecim, do vijojmë sipas protokolleve të Ministrisë së Shëndetësisë për sa i përket gjendjes së cilën ne po jetojmë, pavarësisht se është një periudhë, jemi në pandemi, por ne do mësojmë që të përshtatemi të jetojmë me këtë virus. Mjafton që ne të dimë të sillemi me të dhe ai nuk do depërtoj tek asnjë prej nesh. Kështu që unë i ftoj të gjithë të vinë ta shohin, nëse nuk do kenë mundësi të vinë këtu, ne përsëri do bëjmë njoftimet nëpërmjet faqes tonë të Facebookut të institucionit DRTK Shkodër për mundësinë ku personat e interesuar mund të shkojnë ta shohin ekspozitën, sepse siç thash do jetë një ekspozitë lëvizëse nëpër shumë institucione të tjera. Kështu që unë gjej rastin t'ju falenderoj për ftesën, për mikpritjen. Ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit dhe uroj të gjithëve një ditë sa më të këndshme në vijim. Faleminderit shumë.